Është në përgjithësinë e kryesuesit të seancës që të organizoj dhe të mbledh deputetët në një seancë të radhës më së largu 48 orë nga momenti i dështimit, për shkak se nuk ka asnjë arsye që presidentja të caktojë një seancë të re. Në bazë të aktgjykimeve në fuqi të gjykatës kushtetuese, seanca konstituive thirret vetëm një herë. Ajo mund dështoj siç ka qenë përvoja në vitin 2014 për afërsisht 6 muaj, por një herë nuk ka nevojë të thirret nga presidenti apo presidentja e vendit. Kjo nuk kupton që një seancë e re duhet mbahet më së voni të njëjtën paradite, por që proceduralisht nuk përjashtohet mundësia që qysh sonte të mblidhet një seancë e re dhe që në kuptim të përfshirjes së institucioneve tjera, unë besoj që presidentja e vendit duhet që ta bënte qartë që ajo ka përmbushur obligimin e saj ligjor, por duhet që kryeministri Kurti dhe secili prej 15 ministrave individualisht e veç të deponojnë në sekretarinë e kuvendit ndërheqjet e tyre formale, në mënyrë që këto ndërheqje pastaj nga sekretaria e kuvendit t'i përcillen komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve, kurdo që do të kemi një mbledhje të radhës. Andaj unë besoj që nuk ka nevojë që të humbet kohë me involvim të panevojshëm të presidentës, por thjesht mjafton që zoti Dehari si kryesues i kuvendit ta ftojë një seancë të re, që është vazhdim i kësaj seance dhe që në të njëjtën të kërkojë nga komisioni për verifikimin e mandateve që ta përcjell pra raportin edhe një herë me gjitha dorëheqjet. Unë besoj që pika e tretë e rendit të ditës, ajo zgjedhja së kryetarit, besoj do të jetë më problematike, sepse aty lëvizja vetëvendosje si partia më e madhe e dal nga zgjedhjet e nënshkurtit nuk ka asnjë kufizim kohor brenda së cilit duhet ta propozojë emrin e kandidatit për kryetar dhe në bazë të paktën 2 përvojave nga e kaluara, kur në vitin 2017 koalicioni PAN në atë kohë nuk i kishte propozuar emrin e kandidatit për kryetar në kohë, por ngjashëm edhe në vitin 2014 PDK-ja nuk e kishte bërë këtë. Ekziston mundësia që lëvizja vetëvendosje të mos e jap emrin, duke shkaktuar një blokadë të re, për shkak se edhe në atë situatë duhet që thirren seanca çdo 48 orë, por që në mungesë të një afati nuk përcaktohet periudhë brenda së cilës lëvizja vetëvendosje duhet ta dërgojë emrin, sado që në kuptim të funksionimit kushtetues të institucioneve këtë duhet ta bëjë sa më parë, por që duhet përmendur që ekzistimi i këtij 48 orëshit mund të shërbejë si bazë juridike për kontestim në gjykatën kushtetuese, në kuptimin e një interpretimi se a mund të konsumohet e drejta. Në fakt, duke qenë se është dashur që këto ndërheqje të deponohen jo sot e dje, por para disa javësh kur janë certifikuar zgjedhjet, nuk ka asnjë interpretim tjetër ligjor e logjik, sepse nuk janë deponuar ndërheqjet në radhë parë në kohën e duhur, e së dyti sipas procedurave protokollare që përcaktohen në qeveri. Normalisht, mungesa e votave të lëvizjes vetëvendosje për ta kaluar raportin është indikator që mungojnë numrat edhe për zgjedhjen e kryetarit kuvendit, por që në parim është ende hapi i parë dhe dëshimi në të është tregues mjaft i keq se mund të ballafaqohemi me situata të bllokadave institucionale.